universit, krijimet e Zotit Xhelel të larta në qiell janë të rrumbullakta. E këtu përfshihet edhe toka, ka përmendur tokën. Është fjala e shumicës dërmuese të ulemave të muslimanëve. Ky debati tani çka po bëhet vëzër, prej atyre që fitojnë atje parë në YouTube, parë në Facebook, toka e shesht, juve ju kanë rrejt, edhe tash njani atje për muslimanëve, apo hoxha, këshire se na neve na i përla trunin. O Allah, ta kanë përla ti trunin. Tja mendon se musliman kanë flet, ka dal njani atje në Facebook, po shkruaj ka, toka kanë e shesht, atje në akullin e fundit, apo për e rujkan me ushtri ata që mës ta morin vesh njërzimi. 500 miliard që haxhia me morresh që mës ta morre vesh kjo, apo na. Mos e tall trunin, shiko Sheikhul Islam në libër ka shkruajt. Shiko çka thot. Shumica dërmuese e muslimanëve, ulemave, thonë se toka është rrumbullak, jo veç toka. Këtë çka ekziston në rrumbullakt. Pastaj ka thonë, dhe transmetimet për këtë çështje janë të vërtetuara nga sahabët, nga tabiinët. Madje thot Hoxha i madh Ebul Husein Ibn al-Munadi dhe Ibn Hazmi dhe Ibn al-Jauzi kanë thënë, dhe të tjerë pos tyre kanë thënë në këtë çështje se toka rrumbullakt. S'ka as muhabet të sahabëve të tabiin. Hiç se bën muhabetin.